Loja dhe të mësuarit. Loja dhe të mësuarit formojnë një njësi. Gjatë lojës, fëmijët merren me prevojat e tyre dhe me ambientin e tyre. Ata marrin role të ndryshme, provojnë gjëra të reja dhe bien në kontakt me të tjerët. Ata përpunojnë atë që kanë përjetuar dhe përgatiten për situata të reja. Loja e lirë është argëtuese dhe thelbësore për zhvillimin e fëmijëve. Ato mësojnë të provojnë ideja të reja për lojra, të arrijnë qëllimet e tyre, por edhe të dorëzohen nga ndonjëherë ose të pajtohen pas një ngringje. Në lojra me rregulla, ato mësojnë që fitimi dhe humbja janë pjesë e lojës. Caktoni një kuadër të qartë. Në jetën e përditshme, fëmia juaj ka nevojë për kohë të mjaftueshme për të luajtur pa pengesë, vetëm ose me fëmijë të tjerë. Kujdesoni për një mjedis të sigurt dhe vendosni në dispozicion materiale dhe vegla të ndryshme. Qëndroni afër, por mos ndërhyni në lojë, përveç rasteve të shkeljes qartë të kufive. Për shembull, kur fëmia stërmundon o ndërprish sende. Ju mund ta mbështetni fëmijën tuaj duke e udhëzuar dhe duke treguar interes nëse ju shtron pyetje, lëvdroni dhe inkruajoni. Tregimi komgulljes, marrja përsipër e përgjegjësisë, veprimi me kujdes, pranimi i humbjeve, zhvillimi i pavarur i idejave. Të gjithë këto i mëson fëmia e juaj gjatë lojës. Falë këtyre aftësive, ai e nis aventurën e shkollës me vetbesim më të madh. Ai mund të sillet me ndështim dhe mund të gjejë zgjedhje të veta, gjatë të mësuarit në kontakt me fëmijët e tjerë.